flasim për figurën e Nanës, po natyrisht edhe për rolin e tij në histori. Sigurisht në rolin e tij në historinë e të majtës shqiptare, cilën ai e mori dhe e transformoi një pjesë saj brenda 24 orëve apo jo Luan, por padyshim gjithë procesi i hapjes dhe demokratizimit të majtës shqiptare ecën paralelisht me procesin e hapjes dhe demokratizimit të shoqërisë shqiptare, apo edhe kjo duhet thënë. Fatosi e shpëtoi të majtën shqiptare. Dhe me të majtën shqiptare krijoi një standard politik, qeverisës, që për fat keq nuk e mbritën dot të tjerët. Fatos Nano kishte edhe, është një nga meritat e tij, gjatë gjithë kohës Fatos Nano qeverisi me parti. Ç'dua të them. Petro e di shumë mirë, forumet e partisë ishin përcaktuese për programet politike, për ekipet qeverise, nuk kalonte emër në kuvend për të bërë ministër apo në funksionet e larta pa u diskutuar më parë në kryesinë e partisë. Pa u ballafaquar në kryesinë e partisë, përse Petro dhe jo Luani. Pra megjithëse Nano e kishte pushtetin ta bënte emërimin vet. Nano e kishte pushtetin, por Nano pëlqente pushtetin me parti. Qeverisi me parti, nuk qeverisi me klane Nano. Dhe as me klube. Dhe kjo është një merit e veçantë e tij, sepse i dha partisë autoritetin, sepse ai kishte bindje, një parti e demokratizuar, një parti e hapur, një parti civile, ku debati kthehet në institucion, do ta çojë këtë vlerë dhe në qeverisjen e vendit. Një parti e mbyllur, një parti që nuk funksionon, një parti pa frymëmarrje, nuk mund të ketë të njëjtën hapësirë në qeverisje, nuk mund të çojë të njëjtën vlerë në qeverisje. Kështu që nga kjo pikpamje, roli i tij është padyshim i jashtëzakonshëm në këtë aspekt, dhe vitek ajo që tha Iliri, që ai shihte shumë më larg, nuk shihte në raportin që Luani dhe Petro janë miqtë e Fatosit, tash unë kam pushtetin për të kënaqur miqtë e mi. Pushteti ishte përgjegjësi që vinte për shkak të asaj që bënte partia. Po të them një shembull për ta kuptuar me që do ta lidhesh me kohën. Në kohën që ishim ne në udhëheqjen e partisë, Fatosi kryetar, unë dhe Petro kemi qenë sekretar, Edi Rama ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Një kryetar sui generis për formatin me cilin përfaqësoi partia në pushtet, për shkak të natyrës Edi Ramës. Por kjo nuk e pengonte partinë e Tiranës të kishte autoritetin e vet. Musa Ulqini ishte kryetari i Partisë Socialiste të Tiranës, por kishte zërin e vet. Rama ju e dini shumë mirë, në 2003-shin u detyrua, pra e detyroi Nano, ja imponoi Nano indirekt të shkonte ta antarsoi te Kismet Meta. Nisi po te Musaj, se Musaj po dua të them me këtë. Çdo veprim vendimar në Këshillin Bashkiak të Tiranës shkonte pasi formulohej, debatohej, piqej më parë në strukturën e Partisë Socialiste të Tiranës, dhe kjo sa e mbështeste, aq edhe e imunizonte, e mbronte partinë nga kontaminimi i veseve të pushtetit, por dhe pushtetin nga veset e veta. Sot nuk e di kush është kryetari i Partisë Socialiste të Tiranës. Dhe kështu ndodhet edhe në shumë struktura. Në shumë struktura tjetër. Nuk ishte në edukatën e Partisë Socialiste ajo që ndodh sot, për shembull që ministri thotë, unë e mësova në sallën e KDK-s që do jem ministër. Petro e di. Fatos Nano ka ardhur me emra në projektin e vet, në kryesinë e partisë që janë rrëzuar. Për shkak të Petros, për shembull, një rast konkret për të mos hyrë në emra, ose për shembull në një mbledhje të Komitetit Përgjithshëm Drejtues në 2005, kur ne do publikoj lista e kandidatëve për deputet për 2005-2009, kryesia shkonte me një projekt dhe është quar Taulant Deda në sallën e KPD-s, pse nuk është emrim, sa ishte deputet më përpara Elbasanit. Pse nuk është emrim? Sepse kështu ka menduar kryesia e partisë, Fatosi. Po jo, tha se unë jam deputet i Elbasanit dhe gjykimin për mua duhet ta bëj Komiteti Drejtues i Elbasanit. Shkojmë thënë Komitetin Drejtues të Elbasanit, të votohemi atje, unë dhe emrat të tjerë alternativ, këtë votoi Komiteti Drejtues i Elbasanit, ai shkoi kandidat për deputet. Dhe u bë kështu. Edhe Taulanti fitoi. Dhe Taulanti u spostua nga lista emri që kishte vendosur kryesia. Për avokati i popullit e mban më. Ose për avokatin e popullit. Kryesia çoi në grupin parlamentar një emër, se s'ka rëndësi ta përmendim tani. Disa deputet kryesisht nga Kavaja, Durrësi, i ndjes pas të Jut Tabaku, ka qenë një propozues,
sollën një emër tjetër, u bë votimi, fitoi ai dhe u bë avokat populli. Po, është zoti Ermir Dobiani, Që me thënë vërtetën, mendojën është deri tani ndoshta avokati më i mirë i popullit që kemi patur. Apo jo Kulla? Partia aktivizonte për shkak të pushtetit që kishte dhënë dhe frymës që kishte kryer Fatosi, disa mekanizma të vetëmbrojtjes në raport me procedurën, me rregullin, me etikën. Po kishte edhe rol tjetër partia. Mund kujtohet kongresi 2003-shit, ku Petro kandidoi për sekretar të përgjithshëm përballë Gramozit dhe nuk fitoi. Dhe Fatosi për ta kompensuar i propozoi Petro si do shkosh ta ministër kulturë. I ka thënë shkoj ministër kulturë, unë bëra luftë për të nejtë e partia, se ne partin dum të kemi të rëndësishme. Pra, kjo tregon sa rëndësishme ishte partia në kohën e Po, Navës. tash imagjino ti thosh dikujt që s'do ikësh ministër se do shkosh te partia. Nuk ndodh kur. Martin, Jo, që të bëjmë një përmbledhje lidhur me ato që tha Luani. Domethënë, Fatosi, unë e kam thënë edhe kështu atë ditë, ishte kampioni i lirive politike. Dhe ndërkohë ishte kampion i demokracisë institucionale. Se duket nga njerë si kur janë gjëra që nuk shkojnë me njëra tjetër. Në fakt shkojnë me njëra tjetër, dhe në Partinë Socialiste gjithkush mund të kritikonte gjithkënd. Dhe askush nuk krijonte një, po themi, atmosferë hakmarrëse ndaj atij që kishte kurajon dhe ishte e lehtë për të pas kurajo dhe për të kritikuar në të gjitha nivelet. Dhe unë mendoj, ajo lloj lirie ishte në fakt rrethana më e shëndetshme për të luftuar korrupsionin. Në momentin që pushtetet përqendrohen dhe nuk ka më liri demokratike brenda partisë, atëherë mundësia për korrupsion është shumë e madhe, sepse nuk ka fuqi antarësia partisë që të reagojë, të kritikojë dhe të rrëzojë atë që nuk e meriton. Nga ana tjetër, me KPD-n e famshme dhjetor. Nga ana tjetër, aty zjeshin se kemi qenë aty. Demokracia bar kampionët hanin drejt bar. Demokraci institucionale, domethënë në çdo hap që hidhe respektohesh statuti brenda partisë ose ligji dhe kushtetuta në çështjet e qeverisjes. Okej, dua ta përfshi Martinin. Martin, ndërkohë që bisedojmë, nuk e di a e keti këtë ndjesin, po kam një nostalgji shumë të fortë si gazetar flas. Për kohën. Sepse ishte ne uleshim, flisnim, shkëmbenim, merrnim informacione, takonim, le të themi takonim grupe, individ, çdo gjë ishte, jeta politike ishte kaq interesante për ne si gazetar, saqë domethënë ishte Padyshim dhe për këtë ka nostalgji duke pasur parasysh bardhëzinë cilën jetojmë sot, ë. Sot është një bardhëzi. Padyshim. Bile ne herë është gjithmonë zi. Jo dhe kështu dhe gazetaria nëpërmjet këtij lloj komunikimi ndërhynte në politikë. Dhe u rrit. Jo në kuptimin negativ të fjalës. Dikon në kuptimin pozitiv të fjalës. Edhe opinioni kishte vlerë. Opinion njerëzor, Jo pa opinion, po kishte vlerë opinioni, sot për fat keq. Kishte vlerë opinioni në atë kohë kur realisht kishte shumë më pak mediume. Ndërkohë sot nuk ka asnjë vlerë edhe pse ka shumë mediume dhe çdo shqiptar është gazetar. Tani gjithë problemi qëndron në faktin që Fatos Nano, ose koha, në të cilën ai bëri politik në Partinë Socialiste, me thënë drejtën, ose teknologjia politike e Fatos Nano është një master manual për të studiuar dhe për të vlerësuar, dhe me këtë duhet të them që po të llogarisim atë kohë të cilën e perifrazove aq bukur, me kohën e sotme, ose me Partinë Socialiste të sotme, jam i sigurt dhe mund të them që shumica e Partisë Socialiste të sotme, përfshirë edhe udhëheqjen e vet, një pjesë, nuk e meriton emrin dhe të lloj trashëgimie, nuk e meritonin dhe nuk e meritojnë Fatos Nanon, sepse për gjithë sa tham, partia duhet të hapet, duhet të ketë struktura që të dëgjoj, nuk ishte vlerë qeveria, kishte vlerë partia. Partia Socialiste nuk
nuk Kur duhet partia të merrte konsideroj qëllim jo mjet. modelin e partisë ku vendos vetëm një, ku përjashton të gjithë të tjerët, ku po që se je kundra kryetarit të partisë, ose përjashtohesh, ose zhdukësh, ose linqohesh, dhe kemi parasysh rastin e Gramos Pashkos, të Arben Imamit, të Teodor Kekës Në fakt, për shumë, po të marrim rastin, po se sot ne nuk e dim realisht sot kush është kundër Edi Ramës. Pavarësisht se ti gjë, se do pasim të analizojmë Partinë Socialiste sot dhe do spostohemi. Jo, po duhet ta krahasojmë pak, se ndryshe pastaj ngelemi grup nostalgjikës të klubit Fideli dikur. Partia Socialiste sot ka një barë të madhe turpi mbi veten e vet, që nuk e bëri Fatostanon president të Republikës. Dhe këtë ose që nuk e propozoj më saktë, sepse nuk e bare. I kishte numrat për ta bërë, por nuk donte ta bënte dhe t'i the shumë mirë në 2007-ën kur që rasti Ruzjot Valmetopi, në 2012-ën unë kam qenë në atë grupin e negociatave që bënte Fatosi me Ilir Metën dhe kam qenë në një tavolin ku është diskutuar kjo gjë. Dhe kur ishte i bindur që të bëjë president. Dhe kur ishte i bindur që të bëjë president. 2012 kishte një bindje që të bëjë president. Ka qenë i bindur edhe Edi Rama. Për të qenë korrekt, në atë takim, megjithëse Ilir Meta kishte 4 deputet gjithsej LSI-ja, Ilir Meta i ka thënë Fatosnanos që 4 votat e mia nuk të bëjnë dot president. Por 4 votat e mia i ke, duhet të shkosh, të ulesh me Edi Ramën. Edhe kemi vajt, kam qenë unë takim, 2 orë gjysmë. Dhe jo me Edin të marrësh okejin e ti, por Edi Rama duhet të thras 1 për 1 të gjithë deputetet e Partisë Socialiste në pranin tënde dhe t'i pyesi në sy tënd, sepse midis tyre i tha Ilir Meta ka disa që nuk ta japin votën. Ai përmendi edhe disa emra, unë për arsye etike dhe korrekte nuk. Dhe madje Fatosano e ka bërë një pyetje. Në fund i tha ty tha nuk të prish punë të mi japësh votat se mos të quhet ikje nga Berisha, se ne ishim në koalicion me PD. Unë tha, Iliri tha, ika nga ty, tha dhe nuk e qava kokën, tha se kam problem të iki nga Berisha. Me gjitha të, Ilir, me që ti ke punuar pranë ti dhe kur ishte kryeministër, si politikan, besoj që folëm gjatë. A u bëdot në anë burë shteti? Për mendimin tim, po. E para njerë, a ishte, se Luani ka qenë ministër me Fatosi, do më thënë një lloj forme kemi qenë të dy vartës në qeverit të Fatosit, a i sa që duke i hokatare, këshu njeri qefit e tjerë, a i që ishte serios me letrat. Dhe unë kam një episod me të që duhet të bëja këto marrëveshjet me basit fetare, edhe unë thoja me veten time, këtë punë është duke ndjekur për parim kapo profesori që ishte këshilltar, ai tjetër kush ishte aty, edhe ky se ka fare mendje, shef kabineti ishte Gimi Saku. Kam shku aty 1 orë gjys, ai kishte lexuar të gjitha me detaje, më thoshte kjo jo kështu, kjo jo kështu, kjo kështu, dhe unë ngela dhe pash një njerëz që për te imazhit, për te gallatave e tjera, në raport me letrat ishte absolut, dhe kjo është arsye pse kur iku nga kryeministri dhe erdhi Berisha i la një shtet të dorëzuar me dosje me letra dhe s'ka për të ndodhur më në Shqipëri nga kjo pikpamje. Edhe fakti që ai ishte i vetmi politikan, unë bëj shpesh shaka, them këtu të ne si jep dorëheqjas ai i Federatës së Pingpongut, jo më kryetar partie etj. Kam një histori tjetër me federatën e këtyre plumbave të postave, që është edhe më spektakolare se kaq. Po ta thej privatisht. Dakor. Edhe jemi në pikën që ai është njeriu që kaq burr shteti ishte, sa që institucionet e dorëheqjes e bëri donte ta kthente në një efekt kulturor me shqiptarët që nuk ngjitet, prandaj them unë që ishte i parakohshëm. Por ajo për shembull që duhet vlerësuar me Fatosin në raport se sa shtetar ishte, është sjellja e tij me luftën e Kosovës dhe me luftën e Maqedonisë. Ku në fakt ai anatemohet shumë, sidomos pas takimit ti në Kret me Milošević. Ka njerëz që nuk e dinë të vërtetë. Po për dëshmitarët e luftës, ata që kanë bërë luftën, edhe ata që kanë qenë në institucione shtetërore, Petro ka qenë ministër. Ata e dinë, besoj. Ata e dinë të vërtetën kush është dhe nga shkonin armët, ku stërviteshin njerëzit, cilat ishin bazet,
cilat spitale ishin... Po për rezonte ta, Nano nuk i thoshte dot. Po sigurisht, sepse... Por, shiko, unë e kam thënë takimi Nanos me Miloševićin praktikisht ka qenë paradhoma e Rambujes. Ka qenë paradhoma po të shikosh përmbajtjen e Rambujes, çfarë Po ishte? tjetër. Çfarë ishte në Rambujeja? Cili ishte propozimi? Propozimi ishte që do bëj një lloj, po themi, autonomie, ku diun, dhe fati ynë i madh ka qenë që nuk e firmosi Miloševićin. Po, e vërtet. Fati është Milošević. Fatkesia është... Fati dhe informacioni që kishin Amerikanët që njoftuan tashin që ata nuk e firmosin që ti firmose. Unë kam dërguar në Rambuje Sokol Baren dhe Lad Prelen. Pa i marrë leje kryeministit. Bari ishte këshilltari i sigurisë kombëtare, apo shefi Shikut. Barja ishte tek kryeministri, ishte këshilltari i Pandit. Po Petro ishte ministri. Unë e kam nisur pa i marrë leje kryeministit, e kam nisur delegacion sepse këta kërkonte UÇK-ja. Kërkonte Lad Prelen për politikë të jashtme dhe më herët me UÇK. Dhe donte Baren për ekspertizë për çështjet policore. I kam nisur, kanë vajtur atje, kanë qenë aty në Rambuje ata, me stafin e UÇK-s, në bashkëpunim me shërbimin informativ kombëtar. Po e gjithë kjo ishte... Fatkesia është me gjithë kontributin e madh që ai ka dhënë, jo rastësisht në 2 ditë përpara varrimi, ishte, ti numëroj unë të gjithë po desha. Ishte Daud Haradinaj me 5 veta. Ishte Uk Rugova me familjen. I shoqëruar edhe nga Ali Ahmeti që la zgjedhje dhe erdhi. Jo, ishte Ali Ahmeti, po ishte edhe Izet Mexhiti. Pra, ishte edhe ana tjetër, se nuk është vetëm... Ishte Aliu erdhi me Bujarin. Ishte Albini, ishte Vlora Çitaku, ishte ai njeri që ka qenë njeriu kryesor i UÇK-s në raport me mjekësin këtu, Shaip Muja, ishte Ramiz Ladrov, Xhavit Haliti që ka qenë. Xhaviti ishte i shtëpisë, ishte me familje. Zega ishte i shtëpisë. Zega ishte i shtëpisë. Por Xhaviti ishte i familjes, me një rol të veçantë në raportet me UÇK. Në këtë sens ishte i shtëpisë, pra. Dhe unë jam i bindur që po të kishte qenë edhe Hashimi dhe Kadriu gjallë janë, po të ishin të lirë. Gjallë politikisht. Po të ishin në lirit. Ata janë të izoluar, janë njerëz të mbajt peng, domethënë prandaj e them të. Ata do të ishin aty në callë. Çështja është që Fatos Nano ishte një njeri që shikonte, ta thash edhe pak më parë, përtej asaj që shikojnë njerëzit. Pa marrë parasysh dhe kostot, ose normalisht pas atij takimi me Miloševićin ai mori një kosto. Mori kosto për shkak të ligësisë, për shkak të ligësisë. Ishte edhe vetoni. Ishte edhe veton Surroj. Ato si mori kosto për shkak të ligësisë së luftës politike që bëj tek ne dhe në Kosovë, sepse që eksportojnë nga ne në Kosovë. Miloševićin ka shkuar e ka takuar zyrtarisht në Beograd, jo kur u mor peng, por më përpara edhe Rugova, me Femia Ganin, Jo, Miloševićin vajti takoj dhe Holtbruku për atë punë. Jo, po flas nga aktorët shqiptar. Pra, vajti Rugova, vajti në një delegacion me Femia Ganin dhe me këtë Mahmud Bakallin, dhe nuk i tha njeri tradhtara për shite Kosovë. Normal që do të takon Miloševićin. Se Miloševići doli si plumbi paqes nga Daytoni, mos harrojmë kush ishte Miloševići në ka një kush shikon dhe kush e thriste tradhtar pastaj. Ka një veçori. Pastaj kjo ishte drama. Por ka një element që harrohet qëllimisht. Unë kam pas biseduar shpesh me Fatosin këtë gjë, që Fatosi para se të shkonte në takim me Miloševićin, është konsultuar drejt për drejt me Bujar Bukoshin. Dhe mua më ka thënë dhe Bujar Bukoshi, tani nuk jetojnë të dy. Pra nuk ka qenë një unilaterale, unë po hy dhe po bëj. Pastaj... Nuk ka pas protagonizm. Ishte dhe linja amerikane. Sigurisht më ishte imponuar se ishte linja amerikane e kohës. U investuar shumë nga diplomacia amerikane që të bëjë takim, por Fatosi kishte edhe një veçori tjetër. Edhe vazhdon në njëjta linjë. Dhe sot amerikanët Edi Ramës vllai Miloševićit. Jo, po vllai të Vučićit. Ajo është linja amerikane. Duan që një veçantë tjetër. Dy kombet fillojnë të komunikojnë. Për ta vazhduar atë që tha Iliri, Fatosi kishte një veçantë tjetër që në takimet me autoritetet shtetërore në takime ndërkombëtare, bënte një përfaqësim ekselent. Dhe kur flas ekselent nuk e kam të në kuptimin e gjuhëve, por të ideve, të qëndrimit që mbante, unë kam qenë për shembull në 97, në shtator-tetor 97-s, në delegacionin e Shqipërisë në OKB, ishte Fatos Nano kryeministër,
Kastrioti Islami zëvendës kryeministër, Pascal Milo ishte ministri i jashtëm. Ishte për 2002-shin. Në 97. Jo, Kastrioti Islami ka qenë ministri i jashtëm në 2003. Ishte zëvendës kryeministër. Jo, ishte Pascal Milo ministri. Kastrioti zëvendës kryeministër, Pascali ministri i jashtëm, ishte Gramos Pashko si këshilltari i Nanos, Gim Nesho ambasadori jonë. Dhe në momentin kur është hyrë në takimin që do bënte me Albrightin, në atë rezidencën ku vendose delegacioni Amerikan në OKB. Katin e tyre, se kanë katin e tyre. Kanë një kat atje në. Dhe pas kortezisht, duke ullur në tavolin, në krahë të zonjës Albright ishte një volum i madh dosje, shkresash. Dhe ajo pasi është ullur, si ndodh zakonisht në kortezin diplomatike që ullet pritësi, dhe ajo e thotë, zoti Nano, shpresoj thotë që këto fakte që vinë nga Shqipëria, që ju keni rikthyer gjithë sigurimin e shtetit në punë, thotë mos janë të vërteta. Dhe Fatosi pa ullur ende mirë në karrige, fat është çuar në këmbë dhe ka thënë, zonja Albright ka thënë, unë kam ardhur këtu të qëndroj marrëveshjeve që kemi rënë dakord bashkë për të punuar për këto. Po nëse do të ndërtojmë bisedën tani mbi fiction, mbi fantazia, po mbi sajesa, e ndërpresim takimin që këtu, thotë unë kthehem dhe iki. Sokol, të nisa me WhatsApp, po mund e çoja regjist, letrën e urimit që Fatos Nano i qonë atyre Hashim Thaqit dhe drejtuesve të PDK-s, sapo është formu PDK-ja pas luftës. Në kupton, Sokol, jo tha, dhe Nano ndërkohë shifte nga Mariza Lino çfarë ka ndodhur. Ato ishin një mal me letra, fakse që shkonin nga Shqipëria, dihet nga cila është bërë kjo me akuza pafund. Pra ishte shumë dinjitoz dhe kështu është manipuluar informacioni, sidomos në Kosovë. Dhe shumë me integritet. Qytetari digital. Unë kam qenë do shkonim në Itali, delegacion, Fatosi kishte dhe një parim tjetër. Nuk merrte ministra për të qenë në delegacion. Do shkonte si kryeministër, naftoi Berlusconi. Po, keni qenë dhe ju. Por në qeveri Fatosi caktonte për shembull ministër, cili ministër krijon takim me homologun e vet, vjen në delegacion. Kush nuk bën dot takim me homologun që të jem në delegacion? Mos vi për zbukurinë. Dhe me Berlusconin, me Schröderin, me Jospin ka qenë në takime brillante dhe me ide politike, me vizion politik, që e bënin atë një aktor të rëndësishëm për imazhin e Shqipërisë në atë kontekst dhe në atë realitet që ishte. Nga bipamja e riteve tona nesër bëhen shtatat dhe sigurisht, po nga bipamja politike mund të flasim, Petro, dhe të themi sigurisht në respekt të individit në anë, por në respekt të politikanit në anë. Nuk ishte një politikan perfekt. Nuk ishte një kryeministër i përsosur. Iliri thot, ishte mbështeti, shumë beda e kontestojnë. Cili ishte mëkati Fatos Nano? Jo, më gjej një të përsosur. Asnjë. Në rregull. Po flasim për një person i cili po e diskutojmë që ka bërë një histori caktuar apo jo? Ore, shqyqyr Zotit nuk qe perfekt. Shqyqyr Zotit nuk qe perfekt. Ishte i vërtet, ishte real, ishte njerëzor. S'mund tjetë perfekt njëri. Dhe bëre një pyetje që parë Ilirit, a ishte burr shteti Fatos Nano? Se shumë të javën në dyshim. Ishte plotësisht burr shteti, vetëm një gjë i mungoj atij dhe Shqipërisë, që ai të paktën një mandat duhet të ishte bërë president Republikës. Ke një drejt. Dhe ti nuk ishte nga ta, Petro, të prefshat. Jo, ai nuk kishte nga ta burrat e shtetit që vret për që mbush shteti. Këtë se kishte. S'kishte obsesion pushtetin. Përkundrazi, ai e la, ai se shumë ja quajtën që ai iku etj nga 14 shtatori, por ai e la të shfryej, themi ajo zemrat popullore, pikërisht për të mos ndodhur ajo që ndodhi në 2011. Madje se ka qenë Petro në tavolinë kur bëi raundi 2 i zgjedhjeve 2005 dhe Fatosi shkon në Fier se ishin ca zona që do përsëriteshin, ishin një drek dhe çohet njëri nga ata dhe i thot tash ne dim kush është ai, po s'do ja përmendim emrin, dhe i thot kryetar, thot ne mendojmë thot që raundin e dytë ne mund ta fitojmë si parti, thot etj, po do duhet që ndoshta ju të mos jeni kryeministër, të shkoni president 2007 dhe atëherë të gjejmë një kryeministër tjetër dhe kishim Mend Ramën. E dim skemën, po. Po, edhe ai thot, a kështu, e dëgjon, i thot dhe i fjalët e zotërisë. Thot, a kështu që nga puna, i thot, mirë, thot, atëherë unë po ike, thot, dhe dilni fitoni vetëm, po do. Dhe u bë kryeministër Sali Berisha. Jo, po
Këta që thonin e fitojnë vetëm, nuk fituan ama. Nuk fituan, e vërtetë është. Martin, fjala fundit për ty, me që keni qenë dhe shok burgu. Po, në vim të asaj që tha Iliri, ma ka pasën ku e kam bërë edhe një pyetje të tillë për disa figura që zoti promovonte dhe më ka dhënë përgjigjen e thjeshtë. Politika nuk është arenë gladiatorësh ku njeri duhet të vdes patjetër. E para dhe e dyta është ajo që ai u bëj famshëm përveç të tjerave edhe mbeti në histori edhe duke ikur. E ke thënë shumë bukur, më lejo të ta komplimentoj statusin ndoshta të parët që pas i vdiq Fatos Nano, kur ke thënë që bëjë i njohur dhe edhe me ikjen e tij. Do të thotë që ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme politike, por që duhet të ndiqen. Sigurisht, si çdo njeri ka patur defektet e veta, gabimet e veta, një ndër to është edhe fakti që për mua ka promovuar dy njerëz që s'duhet promovoshin, po t'ishte gjallë, kështu do më thoshte prapë. Prapë do thoshte do t'i promovon dhe sërisht. Sepse besoj që këto dy gjëra janë shumë interesante. Që thot Martini... Sokol, ai duan falë. Është një aspekt shumë i rëndësishëm i Fatos Nanos, me që e thamë burg shteti apo jo. Është i vetmi burg shteti në këto 35 vjet që për arsye të tjera, unë, Luani, Petro, ja njohim familjen, ja njohim fëmijët për arsye të tjera, po që publiku nuk e di kush janë fëmijët e Fatos Nanos. Nuk i dinte as kur ishte kryeministër, nuk i di as sot. Janë njerëz normal rrugë dhe si ka lënë as një hasëm, as politik dhe as personal, as njerë mik fëmijëve. Dhe vlera e veçantë që ka lënë Fatosi, që është dhe problemi të tjerve, është që modeli i tij, sjellja e tij politike, gjithë statura e tij politike i komplekson të tjerët. Modeli i dorëheqjes, i tërheqjes dhe i betejës politike për ta rimarrë një gjë që e kishte në dorë dhe që e linte, për ta rifituar prapë. Kjo është shembull që nuk ju pëlqen njerëzve të pushtetit. Ashtu si kundër, arsyeja që përse Fatos Nano nuk u bë asnjëherë president lidhej me faktin se këta të tjerët nuk e donin Fatos Nanon në krye të vendit, sepse e dinin që Fatosi nuk mund të jetë as një manekin dhe as një kukull që mund ta përdorësh si të duash dhe kur të duash. Unë kam frikë që kishin një frikë tjetër, Luan. Sa i dinte ti talte aq bukur. I talte bukur. Kjo i komplekson. I talte bukur. I talte bukur. Po edhe ajo që tha Martini ishte, besoj që diskutuam një pjesë që është shumë e debatueshme për to, a ishte apo jo pushteti, po një fakti që ai patjetër shpiku institucionin e ikjes dhe të largimit pa kthim dhe të sinqert, dhe e dyta fakti ajo që pas ka thonë ty Martin, që një kundërshtar mundet, po nuk vritet. Dhe besoj që ndoshta pa dashje, kjo e bën atë sigurisht një personazh shumë interesant dhe historik në skenën politike shqiptare, dhe ikja e tij në javën më të keqe të PS-s, në ditën më të keqe, në Halloweenin e Partisë Socialiste, 31 tetor 2025, ndoshta ishte një shenjë nga lart që diçka duhet ndryshojë kjo parti. Ajo është dita më e keqe e PS-s? Deri tani. Luan, Deri tani. Ty të kujtohet kur kemi qenë bashkë me Fatosin, kur vdiq Ramiz Alia, të kujtohet? Po. Edhe i tha shumë para se të shkoni, thash, po duhet më shku se ai ma kishte lënë Ramizin vitet e fundit patronazh mu, kur kishte Ramizin ndonjëherë në llafe, në gjë, në problem, kështu merrte në telefon, shkoj unë një herë muj pija kafe me Ramizin, ishte burr i këndshëm, edhe një lloj forme unë e kultivoja këtë marrëdhënie dhe vdiq Ramizi. Edhe aty u takua me Luanin edhe do shkonim atje. Edhe i thash unë para se shkonim. I thash, po pse duhet me shku të Ramizi, thash, se tashi edhe para se do zgjidhet presidenti, do merret keq se ne na duhen votat e PD-s etj. Dhe mu kthym tha. Ore tha, kujtos ti tha se ky Ramizi është kështu siç e ke pati sot, këto vite kështu tha. Ne tha gjithë nga Ramizi e kemi origjinën, tha. Po se respektuam tani që do iki do na vjedhe në radha dhe s'do na respektoj. E pas ka thënë një të vërtet madhe që pak kushe e pohon. Se ashtu edhe këtë, nuk duhet krijuar precedenti, tha. S'duhet krijuar precedenti. S'duhet krijuar precedenti, po. Dhe
Dhe u bë të Shqupi, se u bë ceremoni shtetërore dhe ka ndiku Luani dhe Ilir Meta te Berisha që të bënte një ceremoni formale shtetërore. Ata të PD-s nuk erdhën, po ceremonia u bë. Mirë, unë mendoj që Spaku dhe Sokol të lutem, se përmendi Iliri, po unë dua në këtë rast ta ngushëlloj dhe të gjithë të dinë që një kontribut jashtëzakonshëm në gjithë shka bëri Fatos Nano, deri ndoshta edhe ditën e fundit, ka Regjina Nano, ish bashkëshortja e vetë, që unë gjithmonë kam thënë bashkëshortja e Fatos Nano, sepse në ditët më të vështira ka qenë një grua e jashtëzakonshme. Dakor, vetëm që unë duhet të shtoj, patjetër, respekt dhe për bashkëshorten ti Joana Nano, e cila i qëndroi deri në fund dhe për te paragjykimeve, për te diferencave, dhe për te akuzave, tregoj dhe me fjalimin e saj që po, dashuria tyre ishte e sinqertë. Dhe kjo ishte një tjetër meritë e Nanos që revolucionarizoi dhe hapi shoqërinë shqiptare edhe për tema që dikur ishin tabu. Faleminderit Lega, faleminderit Luan, faleminderit Ilir, faleminderit Petro. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi të flisnim për këtë temë që është sigurisht historike tashmë. Nano fizikisht për këtë shkuarës, por paradoksalisht, siç e tha Iliri, në ca gjëra i përket akoma të ardhmes. Nuk e kanë arritur akoma. Fatosi iku, po nanoizmi do jetoj. Do jetoj. Faleminderit gjithë histori kthehet të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Prapa më vjen historia jonë e përbashkët. Dhe brenda kësaj fjalie është e gjithë filozofia politike e Fatosit, i cili nuk e ndante veten asnjëherë si një protagonist i veçuar përballë të tjerëve, por bashkë me të tjerët. Kur filloi përpjekja që partin ta merrte partia, praktikisht Meta. Majko ishte kandidati për partin, do e merrte Meta, që do të thotë, nëse do e merrte ai grupim, pse do ishte kthyer në LSI shumë shpejt. Në atë moment Nano i ofroi Metës dhe qeverinë e partit. Qeverinia ka ofruar këtë e di, për partinë nuk jam shumë i sigurt, po di që ata kanë bërë një marrëveshje dhe marrëveshja pastaj nuk është respektuar. Nano mban përgjegjësi sepse e katapultoi në pozita politike të rëndësishme, edhe pa e merituar ai. Ilir Metën po ndofta dhe të tjerë të cilët merrnin pushtet nga Fatos Nano, e shfrytëzonin pushtetin për të zgjeruar influencat e veta dhe për t'i bërë varrin Fatos Nano.